Edhe këtë vit, fermerët e fushës së Maliqit po përballen me çmime të ulta për grurin, duke ngritur shqetësimin se të ardhurat nuk mulojnë kostot e prodhimit. Sipas tyre, gruri po tregtohet me 26 apo 27 lek për kilogram, një çmim që nuk justifikon sipas tyre investimet e kryera gjatë gjithë sezonit bujqësor. Më e vështirë paraqitet situata për fermerët që nuk disponojnë magazina për ruajtjen e prodhimit, pasi detyrohen ta shesin menjëherë pas korrjes me çmimet e diktuara nga tregu. Po tash për tash me 27 lekë shkon. Nuk fabrikat mollin këto, i marrin me 27 lekë. Jo, nuk është e vafur. Me këto çmime që janë, që korja është e shtrenjtë, transporti është i shtrenjtë, për ne nuk është e levetitshme. Nuk kemi fitim fare, për gruj nuk është fitim fare. Po të llogaritësh tokën me qira, plerat që janë të ngritura, çmimin e naftës, neve dalim me humbje, dalim me fitim me këtë çmim që ka grupi. Edhe magazinimi është një gjë shumë kritike si vit. Domethënë as furrat se mbledhin asgjë. Përgjegjësi i sektorit të bujqësisë në Bashkinë Maliq, Aurel Zenullari, pranon se çmimi aktual është i ulët dhe vën në dukje vështirësitë e mëdha për ata fermerë që punojnë me toka të marra me qera. Të gjithë bëjnë përpjekje për të gjetur tregun sa më parë, sepse gruri pavarësisht se është i magazinueshëm, sepse ka lagështirën e duhur, ka fermerët të cilët duan ta shesin për arsye ekonomike, sepse duhet të vazhdojnë pjesën tjetër të bujqësisë me kulturat e tjera, të vazhdojnë të investojnë në pjesën tjetër në bujqësi. Sipas të dhënave në vitin 2025, në fushën e Maliqit u mbollën rreth 4100 hektar me grur, ndërsa këtë vit sipërfaqja është reduktuar me rreth 300 hektar. Fermerët e lidhin këtë tkurrje me mungesën e tregut dhe çmimet e ulta, të cilat po i dekurajojnë të vijojnë kultivimin e kësaj kulture bujqësore.